Ja, po ju asjellim disa hadithe që i ndalojnë ofendimet dhe sharjen. Të ofenduarit e muslimanit është mëkat i madh, ndërsa mbytja e tij është dalje prej besimit. Vërtet prej mëkateve më të mëdha është që njeriu t'i mallkojë prindrit e vet. I është thënë të dërguarit alayhis salam si i mallkon njeriu prindrit e vet? I dërguari alayhis salam është përgjigjur: kur dikush i shan baban dikujt dhe ai i ja kthen duke i ashar, i ashan nënën dikujt, edhe ai i ja kthen duke i ashar. Robi i cili vërtet flet fjalë për të cilat hidhërohet Allahu dhe i konsideron si fjalë që nuk janë të rënda, për shkak të këtyre ai do të hyjë në xhehenem. A ka diçka që me i fut njerëzit më shumë në zjat se sa gjua e tyre? Nuk i lejohet besimtarit të shajë gjenealogjinë e dikujt, të ofendojë dhe të jetë i pamoralshëm. Sa mirë është kur fëmia flet fjalë të bukura dhe të dobishme. Sa mirë është që fëmia të edukohet me përdorimin e fjalëve të bukura. Sa mirë është kur fëmia e denoncon çdo gjë të pahishme që e dëgjon. Padyshim fëmia i tillë do të jetë lule aromatike për familjen e tij dhe gjithë njerëzimin. Do t'ju sjellim disa raste se si fëmijët e gjeneratave të parëve tanë i edukonin fëmijët që të flasin fjalë të mira e të arsyeshme dhe se si dinin të bisedonin si është më së miri. Këta shembuj do t'ju sjellim juve o prindër për ta ditur se sa bukur bisedonin fëmijët e të parëve tanë. Shkretëtirën e kishe kapluar një thatësi e madhe në kohën e halifit Hisham ibn Abdul Melikut. Fiset e shkretirës kishin ardhur te Hixhami dhe kishin hyrë tek ai në pallat. Në mesin e këtyre ishte Dervas ibn Habibi, i cili ishte në moshën 14 vjeçare. Njerëzit e shikonin Hishamin në mënyrë të ashpër, saqë e friksuan atë. Mirë po, Hishamit i kishte rënë në sy Dervasi, i cili i dukej si shumë i ri. Hishami i tha administratorit të tij: kush do të bisedoj me mua, le të urdhëroj, qoftë dhe fëmijë. E kuptoi Dervasi se me këtë halifi po dëshironte të fliste me të. E ky tha: o prisi besimtarve, hyrja ime nuk të pengon asgjë, por mua më nderon. Këta njerëz kanë ardhur për një çështje, e u sollën ashpër. Vërtet në të folur ka edukat të shprehurit. Heshtja është miratim, nuk kuptohet të folurit pa ditur për ta shprehur atë. I tha Hishami: shprehu pa kur fal frike. U befasua me të shprehurit e tij. Dervasi i tha: o prisi i besimtarve, nena ka kapluar thatësia për 3 vjet. Në vitin e parë e kemi ngrënë djathin, në vitin e dytë mishin, e në vitin e tretë i kemi zhveshur eshtrat. Në duar tuaj është pasuria, nëse ajo është dhënë për hatër të Allahut, atëherë shpërndaj atë për robërit që kanë të drejtë në të. E nëse të është dhënë që t'u jepet atyre që ka nevojë, atëherë pse po e mban pa e shpërndar? E po qëse është pronë e juaja, atëherë jepini lëmosh prej saj, sepse vërtet Allahu i shpërblen ata që japin lëmosh dhe nuk u humb shpërblimin bamirësve. Dije o prisi besimtarve, se udhëheci për kopen e vet është sikur shpirti për trupin, nga se nuk ka jetë trupi pa shpirt. Hishami tha: ky djalosh e dha arsyetimin e tij të plot, e pastaj urdhëroi që banorëve të shkretirës t'u jepeshin 100.000 dirhem dhe po ashtu urdhëroi që Dervasit t'i jepeshin 100.000 dirhem. Dervasi tha: o prisi besimtarve, ata dirhem që i caktove për mua, jepua banorëve të shkretëtirës, nga se unë nuk jam i kënaqur që populli të mos mund t'i përmbush nevojat e tyre me atë që ka urdhëruar prisi besimtarve t'u jepet atyre. Prisi besimtarve tha: më thuaj, çfarë nevoje ke? Dervasi u përgjigj: unë nuk kam nevojë tjetër, posa saj për të cilën ka nevojë të gjithë muslimanët. Sa i përket fenomenit të degenerimit, devijimit është njëri prej fenomeneve më të këqija që është përhapur në mesin e djemve dhe vajzave muslimane në këtë kohë që po njihet si shekulli 20. Sa herë që e kthen shikimin, sheh se shumica e adoleshentëve, të rinjve dhe të rejave shkojnë pas imitimit të verbër, janë të futur në rrjedhën e degenerimit e të pornografisë, duke mos i pasur parasysh sanksionet fetare dhe ndjenjat shpirtërore.
sikur jeta në shikimin e tyre është vetëm kënaqësi, argëtim i pakontrolluar. Po qëse ata shpëtojnë nga ky fenomen, atëherë padyshim kjo botë do të jetë e qetë. Ka disa nga trutharët që mendojnë se shenjë e rrezikimit është vallëzimi i paskrupullt, se shenjë e përparimit është përzierja e turpshme ndërmjet meshkujve e femrave, dhe një gabim tjetër është konsiderimi i një gjëje si reform, duke u mbështetur në imitim të verbër. Këta janë të dështuar shpirtërisht, të tillë që e kanë humbur personalitetin e tyre dhe vullnetin e tyre para se të humbin në mejdanin e luftës. Dikush nga këta mendon se në këtë jetë është e rëndësishme vetëm që të jetë një i paskrupullt dhe që mundohesh ta fundosësh dikë tjetër, e t'ja humbasësh personalitetin, dhe kështu ta kaloj jetën prej një problemi në një problem tjetër, prej një degenerimi në degenerim, me çka arrin në përfundimin fatal e shkatërrues. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.